Përshëndetje, tani do të shohim diçka për djegjen jo të plotë të alkaneve. Të rikujtojmë edhe një herë se me djegjen e plotë të alkaneve në prani të oksigjenit, pra në tepëricë, fitohet dioksidi i karbonit dhe uji, dhe në bazë të formulës së përgjithshme të alkaneve nxorëm barazimin e përgjithshëm për barazimin e reaksioneve ku kemi djegje të plotë dhe forma përfundimtare e tij na doli që të jetë kjo këtu. Dhe një shembull tash edhe një herë, nëse marrim n barabart me 4, zaventësojmë 4, pra C4, 2r4 8 plus 2 10, plus 3r4 12, plus 1 13 të dytat, O2, plus 4, CO2, plus 4 plus 1 5 H2O. Për të liruar nga thyesa, shumëzojmë 2, 2 tash këtu është një 2r, pra C4 H10, plus 2r13 të dytat është 13 O2, barazi 2r4 8 CO2, plus 2r5 10 H2O. Tani do të nxjerrim barazimin e përgjithshëm për djegjen jo të plotë të alkaneve. Njësoj sikurse në video inqizimin e parë, edhe këtu barazojmë reaksionin, kemi CN në anën e majt, këtu kemi vetëm 1. Këtu do vendosim patjetër N. Tani këtu kemi 2N plus 2 hidrogen, këtu kemi vetëm 2, edhe këtu vendosim njësoj si në rastin e parë, N plus 1, 2 herë N, 2N plus 2 herë 1, 2. Tani shohim në anën e djathtë sa kemi oksigjen, kemi N herë 1, kemi vetëm N, plus N plus 1 herë 1 është N plus 1. Pra kemi 2N plus 1 oksigjen në anën e djathtë, këtu kemi vetëm 2. Edhe këtu asherë pa tjetër duhet të shkruajmë 2N plus 1 pjesu për 2, 2 pjesu me 2, mbetet 2N plus 1, 2N plus 1, pra dhe atomet e oksigjenit të barabartë. Të marrëmi rastin nëse pra N është e barabartë me 4, kur kemi tani djegjen jo të plotë, pra kur oksigjeni është në mungesë, pra fitohet monoksidi i karbonit dhe uji, dhe shkruajmë nëse edhe për djegjen e butanit, tani në mungesë të oksigjenit, shkruajmë reaksionin, pra C4 H10, edhe këtu kemi zaventësuar në barabart me 4, plus 2r4 8, plus 1 9, pjesu për 2, 9 të dytat, oksigjen, barazime 4, CO, plus 4 plus 1 5 H2O. Edhe këtu për të liruar nga thyesa, shumëzojmë anë për anë me 2, këtu është 1, kemi tash 2 C4 H10, plus 2r9 të dytat është 9, O2, barazime 2r4 8, monoksid karbonit plus 2r5 10 H2O. Pra, për 4 mol molekula më pak oksigjen, se në rastin e parë kur djegja e plotë, edhe këtu pra kemi lirim të njëjtë mol molekulave të monoksidit karbonit, edhe të dioksidit karbonit, edhe të ujit, edhe këtu njësoj, mirë po këtu du të patër parasysh se kemi 4 mol molekula oksigjen më pak.